Lufta amerikano-izraelite ndaj Iranit ka dëmtuar dhe po vazhdon të dëmtojë rënd ekonominë amerikane, veçanërisht qytetarin amerikan. Shumë e çmimeve që rritet me shpejtësi nuk është vetëm çmimi benzinës. Brenda saj përfshihet edhe një taks shtesë izraelite që amerikanët nuk kanë dhënë pëlqim ta paguajnë, shkruan publicisti Jamal Kanj. Që nga fillimi i marsit 2026, familja mesatare amerikane ka shpenzuar 50% më shumë për të mbushur rezervuarin krahasuar me vetëm një muaj më parë. Administrata Trump dhe ideologët e saj pro-izraelit i atribuan këtë rritje forcave të tregut, duke paraqitur si një dhimbje afaqshkurtër për një përfitim afatgjatë. Ajo që nuk thonë dhe që në Washington rrallë lejohet të thuhet, është se amerikanët kanë jetuar me dhimbjen e kësaj takse të naftës për Izraelin për më shumë se gjysmë shekulli, vlerëson Kanj. Fatura vazhdon të rritet, por jo më vetëm financiarisht. Shobaja po paguan edhe me diçka më të vështirë për të rindërtuar se sa buxheti, reputacionin moral në botë. Historia e kësaj dhimbjeje mbeti një sekret i shtypur dhe një nga temat më të ndaluara në diskursin politik amerikan. Rreth 50 vjet më parë, në shtator 1973, nafta bruto tregtohej me rreth $3 për fuqi, ose më pak se 40 cent për gallon në pompë. Pastaj erdhi lufta e tetorit. Sionistet pro-izraelit në administratën Nixon, të udhëhequr nga Henry Kissinger, angazhuan të gjithë peshën e burimeve amerikane përmes asaj që në atë kohë ishte ura ajrore ushtarake emergjente më e madhe në historinë amerikane. Shtetet arabe prodhuese të naftës reaguan duke përdorur mjetin e vetëm që kontrollonin, uljen e prodhimit të naftës. Deri në janar 1974, çmimi i naftës bruto kishte arritur në $12 për fuqi, një rritje prej 400% në më pak se 4 muaj. Shoferët amerikanë prisnin në radhë të gjata për karburant të racionuar, duke paguar çmime që nuk i kishin imagjinuar kurrë për një luftë të zhvilluar mijëra kilometra larg në emër të një shteti që, sipas autorit, nuk kontribon asnjë cent në ekonominë amerikane. Në vend të një debati të sinqertë, amerikanëve ju ofrua një narrativ mediatike e kontrolluar me kujdes, që shmangte pyetjen më të pakëndshme: pse po paguanin 400% më shumë? Sipas artikullit, mediat korporative amerikane, ku bordet editoriale dhe komentet për lindjen e mesme dominon nga perspektiva pro-izraelite, rrallë lejojnë këndvështrime jo izraelitocentrike në debatin publik. Për këtë arsye, argumente si këto vështirëse do të shfaqeshin në media si The New York Times, Los Angeles Times apo San Diego Union Tribune. Në vend që të shqyrtonin shkaqet rrënjësore të embargos së naftës, mediat, sipas autorit, shfrytzuan paragjykimet publike për të ridrejtuar frustrimin dhe për të nxitur racizëm anti-arab. Embargoja politike u shkëput nga konteksti e okupimit izraelit dhe mbështetjes së pakushtëzuar financiare dhe diplomatike të administratës Nixon ndaj Izraelit. Por kjo ndodhi para 50 vitesh. Taksa shtesë izraelite nuk përfundoi me heqjen e embargos. Sipas autorit, ajo integrua në strukturën e buxhetit amerikan dhe modelin e fitimit korporatave amerikane të naftës. Kjo taks rishfaqet sa herë që Washingtoni zgjedh të financojë dhe luftoi luftëra në favor të Izraelit. Pushtimi i Irakut, i justifikuar, sipas artikullit, mbi inteligjencë të fabrikuar izraelite dhe i planifikuar nga figura pro-izraelite në Departamentin Amerikan të Shtetit dhe në Pentagon, i shtoi më shumë se $8 trilion borxhit kombëtar amerikan. Një vjedhje legale e marrë nga punëtorët amerikan, shkollat, infrastruktura dhe brezat e ardhshëm për t'u derdhur në një luftë që e bëri lindjen e mesme më pak stabile. Shteti që mbështeti më fort këtë luftë dhe loboi më agresivisht në Washington ishte Izraeli, ndërsa shteti që nuk mbajti asnjë kosto në para apo gjak ishte po ashtu Izraeli. Tani jemi sërish këtu, shkruan Kanj. Lufta shoba Izrael kundër Iranit sapo ka filluar dhe Pentagoni tashmë po kërkon $200 miliard nga Kongresi. $200 miliard që, sipas analizës, do të financohen përmes shkurtimit kujdesit shëndetësor amerikan, riparimit të urave, ndihmës për arsimin e lartë dhe programeve sociale. $200 miliard për një tjetër luftë të bërë për Izraelin, që minon interesa strategjike dhe pozitën morale të shobas në botë. Përtej kostos financiare,
Artikulli argumenton se SBA po humbet pozitën morale vit pas viti, luftë pas lufte, veto pas vetoje, në mbrojtje të një qeverie, kryeministri së cilës është nën akt akuz nga gjykata penale ndërkombëtare për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Benjamin Netanyahu, i përshkruar si kriminal lufte i paditur, mbrohet nga diplomatët amerikanë në forumet ndërkombëtare dhe ushtron, sipas Kanç, ndikim të rrezikshëm mbi Donald Trumpin, ndërsa ushtarët amerikanë po vdesin në luftën kundër Iranit. Këto politika, Izraeli i pari, sipas artikullit, kanë shkatruar imazhin e Amerikës që dikur admirohej në botë. Amerika e planit Marshall dhe deklaratës universale të drejtave të njerëzit. Në sytë e miliarda njerëzve, ajo Amerikë është zëvendësuar nga një shtet që armatos dhe mundson gjenocid, vendos veto ndaj armpushimeve ndërsa fëmijët vdesin urie dhe dërgon të rinjtë e saj në luftë që Izraeli të mos luftojë vetë. Nuk është sekret në Washington. Bibi merr atë që dëshiron, shkruan autori. Në Kongres, Republikan dhe Demokrat bashkohen për t'i dhënë Izraelit çeke të bardha, ndërsa përçahen për financimin e vakteve shkollore apo kujdesit shëndetësor për amerikanët. Ndërkohë, sipas analizës, SBA merr borxh për financuar sistemin universal shëndetësor dhe universitetet falas të Izraelit, përfitime që nuk u garanton qytetarëve të vet. Taksa shtesë izraelite është reale, përfundon artikulli. Ka histori dhe ka çmim, dhe ajo që amerikanët ndjejnë në supermarkete dhe në pompën e karburantit nuk është vetëm inflacion, por një taksë e re për të financuar një tjetër luftë në lindjen e mesme në favor të Izraelit, shkruan publicisti Jamal Kanç.